tarjumanul Kur'an, interpretuesi dhe komentuesi i Kur'anit. Po ishte thjesht një fëmijë asë kohë. Ishte thjesht një fëmijë kur mendoi me shokun e tij dhe tha, shkojmë të mësojmë tha. I tha shoku, do mësojmë ne? Po kush ka nevojë për ne? Ne jemi të vegjël, atje janë sahabët e mëdhenj. Ç'do të mësojmë ne? Kush do ta pyes ne? Kush ka nevojë për ne? Pasi mund mendoj sot njëri i thotë që po ka njerëz që e bëjnë këtë. Janë më të mëdhenj, janë më të ditën, ç'i duan me ta? Për çfarë duan të rinë? Për çfarë duan ne? I thotë shoku i vet, pse të mësojmë ne janë sahabët e mëdhenj atje? Çfarë do të bëjmë me Abbasin? Federaktu, thotë, e lash shokun tim dhe shkova të Mardije dhe shtrihej në përdyrë të shtëpive të sahabëve ku ata ishin në gjumë për të marrë hadithe, për të marrë diturin për tyre. Dhe kur njëri i thashë, po ti e djali gjaqaj të pejgamberit alayhis salam. Ne të dim këtë, si vjen ti tek ne dhe shtrihesh tek dera e shtëpisë sonë në ta bezdis për të marrë dije. Tha, el-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Tek dituria tha, shkohet. Dhe nuk pret njeriu që të vi dituria. Tek dituria, tek mezhlisi i dijes, njeriu duhet të shkojë, duhet të marrë pjesë dhe duhet të grumbullojë dije. Ky ishte Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur. Një shembull tjetër i rëndësishëm për sëri një potencial i jashtëzakonshëm që gjithë kemi dëgjuar për të ishte një nga sahabët për të cilët pejgamberi alayhis salam thotë që ai është një ditur në mesin e ummetit tim për sa i përket halalit dhe haramit. Kush ishte ky sahabi që ishte më i ditur për halalin dhe haramin? Ishte sahabiu i nderuar Muadh ibn Jabal. Allahu qoftë i kënaqur me të. Edhe tek Muadhi pejgamberi alayhis salam kishte parë dëshirën dhe tendencën për të marrë dije, për të mësuar, kurreshte për të pyetur. Pra vazhdimisht bëhet të pyet, vazhdimisht interesohet, vazhdimisht kërkon të çesat e mirësisë. Sepse që të japësh diçka në të ardhmen, do të thotë që të ushqesh fillimisht vetë. Do të thotë fillimisht të edukosh, pastrosh veten tënde, të kumbullosh sa të mundesh dije dhe pastaj mund të japësh diçka, mund të japësh frytin e asaj dijes. Dhe Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu këtë bënte. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht pra ndërtoi lidhje emocionale, i shprehu dashuri këtij sahabi. Dhe një ditë pasi fali namazin dhe dha selam, u kthye nga xhamati dhe tha: "Ya Muadh, wallahi inni uhibbuk." U kthye dhe në mesin e njerëzve, në mesin e sahabëve u drejtua nga Muadh dhe i tha: "O Muadh, betohet me Allah që unë të dua ty." Dhe Muadh i tha: "Dhe unë, o i dërguar i Allahut." Pra kjo ishte një vlerësim. Ishte një prestigj i lartë që profeti sallallahu alaihi wasallam ta përzgjitë një të ri, një djalosh të ri në mesin e gjithë sahabëve dhe t'i drejtohet dhe t'i shprehej në këtë lloj forme. Muadh radhiyallahu anhu do të vazhdonte vazhdimisht të bënte pyetje, të kërkonte diturinë. Dhe pasi profeti sallallahu alaihi wasallam do ta edukonte, do ta mësonte, do t'i jepte diturinë këtij sahabiu, pastaj vjen momenti i testimit, ose vjen momenti i dhënies së përgjegjësive, sepse pa i dhënë përgjegjësi, pa i larguar në një tyr, siç e thamë nuk e nga ta dish, a do ta çojë, do ta kryet fytyrën si duhet. Dhe i thash që ti do të shkosh si thirrës, si mësues në Yemen. Pra një djalosh i ri do të shkonte në një vend të largët, në një vend me rrezik shumë të madh, dhe do të thrisej njerëzit në fe. Por i tha parimin e njohur, yessira wala tu'assira, bashira wala tunfira. Lehtëso dhe mos vështirëso, përgëzo dhe mos i largo njerëzit. Parim që do ta ketë parasysh çdo musliman dhe sidomos ata që flasin njerëz. Në fenë e Zotit. Dhe Muadh radhiyallahu anhu pa dyshim që do ta kryente me suksesin e tyre, sepse kishte kaluar gjithë ato filtra, kishte kaluar nga edukimi i duhur dhe do të jetë në fund rezultati e njohur. Allah i madhëruar i lavdëron të rinjt në Kur'anin famlar. Sidomos në surën Kahf, ku flet për atë grupin e djelmoshave dhe thot: "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ata ishin thot disa djem
të rinj, të cilët I besuan Allahut dhe ne u ashtuam atyre udhëzimin. Çfarë përmend fillimisht Zoti? Besimin apo rinin e tyre? Fillimisht thot ata ishin një grup të rinj. Pastaj thot që ishin besimtarë. Sepse në kuptohet që ti jesh I ri dhe të çohesh dhe të aktivizohesh, kjo ka vështirësi të mëdha. Kjo kërkon guxim të madh. Kjo kërkon atë që ta të largohesh nga të gjitha ato që të thrasin. Të thret jeta, të thret zbarditja, të thret shoqëria, të thrasin shumë gjëra. Dhe ti thua jo, unë do të shohem për të vërtetën. Unë do të shkoj të mësoj të vërtetën. Unë do të përpiqem për të vërtetën dhe ja tek Allahu I lavdëron në Kur'anin famlar. Dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai dha detyra dhe pozicione të rëndësishme. Usama bin Zaid Allahu shëftë të në moshën 18 vjeçare bëri komandant të një ushtrie. Në mesin e cilave gjenden dhe Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu. Këti ta ka aftësi të mëdha. Ky duhet përgatitet për të punë, sepse do të shërbejë mesin Islamit. Khalid ibn Walid, komandanti tjetër të madh të muslimanëve. Sahabët e tjerë midis tyre djembe dhe vajza. Nuk ishin gjithmonë vetëm sahabët meshkuj, por kishte edhe femra, edhe vajza. Esmaja, Allahu qoftë I kënaqur me të, vajza e Bekrit radhiyallahu anhu. Ishte vetëm 15 vjeç. Kur do të merrte ushqim nga Mekka, do ta shohte në shpellën e theurit në udhëtimin më të vështirë dhe më të rrezikshëm në jetën e pejgamberit alayhis salam. Një vajzë 15 vjeçare kishte fuqinë, kishte guximin, kishte zgjuarsinë dhe mençurinë ta bënte këtë gjë, ndërkohë që të gjithë ishin duke kërkuar, duke e ndjekur, duke mos lënë vetë pa kërkuar, ajo do të gjente rrugën, do të gjente mënyrën që askush të mos e shikonte dhe askush të mos e zbulonte. Mendoni sot sa vlerësohet një njeri, sa stimulohet dhe nxitet një njeri, sa përgjegjësi me përgjegjësi I ngarkon vetën tanë. Dhe pa I bërë me këto detyra dhe këto përgjegjësi, atëherë të mos çuditeni për të ardhmen e një shoqërie. Ne duhet formojmë këto mjedise të pastra, sepse njeriu ndikohet edhe nga shoqëria e tij. Ndikohet edhe nga njerëzit me të cilët shoqërohet. Prandaj nëse një njeri për shembull ka një aftësi të caktuar apo ka një potencial të caktuar, fillimisht do ta fillojë me hapa të vëgjël. Fillimisht do ta fillojë me atë shoqërinë dhe me atë komunitetin që e njeh. Do të bëhet pjesë e këtyre takimeve për shkak, do të bëhet pjesë e mësimeve, kurseve dhe aktiviteteve të ndryshme që organizon xhamia. Duke shprehur vullnetarizmin dhe aktivizmin e tij, dhe më pas fillojnë dhe I rritet përgjegjësitë, detyrat apo çështjet që ai zgjidh. Lutim Zotin e madhëruar që ta bëjë për atyre që ndjekin shembullin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I cili I donte, I besonte, I nxiste dhe I ngarkonte me përgjegjësi të rinj. Lutim Zotin e gjithësisë ta bëjë për atyre që shpërndajnë gjithmonë mirësinë, shpërndajnë gjithmonë atë që është e bukur, atë që është e dobishme. Lutim Allah ta falë për gabimet tona, për mangësitë tona. Dhe ashtu siç na ka bashkuar sot në këtë vend begatash, na bashkojmë në xhenetin e tij. Amin. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.